Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa atamu taslim ala sayidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahun azza wa jalla falenderojmë, për atë ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet i dërgojmë më të mirën e krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahun azza wa jalla lutim që të na tregojë të vërtetë rrugën e drejtë, ashtu siç është, dhe ta njohim atë dhe të punojmë dhe të ecim tek ajo. Dhe Allahun xhelel xhelalu e lutim na ruaj prej gjërave të dyshimta, të këqija, pra ti kuptojmë ato dhe të largohemi prej tyre. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun përsëri e falenderojmë i cili na mundsoi të mblidhemi sot në një prej shtëpive të Allahut xhelel xhelalu, sepse e dini vlerën e madhe që kanë tubimet e tilla, atje ku përmendet Allahu xhelel xhelalu, zbret mëshira e Allahut, e rrethojnë atë me vend me lajket e Zotit dhe emrat e gjithë pranishmëve ngjiten lart tek Zoti xhelel xhelalu në qiell. Menduam të nderuar vëllezër dhe motra të ndryshojmë temën e ligjëratës së sotme, pasi ju njoftuam që do të flisnim për historinë e një prej sahabëve të nderuar, për një prej komandantëve të nderuar, për një strategëve të mëdhenj që ka njohur bota islame, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, dhe u bë shkak se ne po hym në një prej muajve më të rëndësishëm të vitit, i cili është një prej muajve të shenjtë, muaji Dhul Hijja, pra jemi shumë afër hyrjes të këtij muaji madhështor dhe menduam që të flasim për vlerën e 10 ditëve që mbartë ky muaj madhështor, tek i cili do të hyjmë inshallah mbas pak ditëve. Pra është muaji Dhul Hijja, një prej muajve të shenjtë në Islam. Dhe ky muaj s'ka dyshim që i mbartë 10 ditë madhështore, 10 ditë të begata, 10 ditë të arta. Aq të arta janë këto ditë, nderuar vëllezër dhe motra, sa që Allahu xhelel xhelalu i përmend në librin e tij fisnik, në surën Fajr, Allahu xhelel xhelalu për madhështinë e këtyre ditëve betohet ku thot wal fajr wa layalin ashr. Allahu azza wa jall betohet thot pasha agimin, mëngjesin, dhe pasha ka 10 ditët. Shumica e dietarëve komentuesve të Kur'anit thonë që betimi Allahu xhelel xhelalu ka për qëllim 10 ditëshin e muajit Dhul Hijja. Allahu azza wa jalla na ka veçuar ditë veçanta, të cilat ibadeti ka më shumë vlerë se ditët e tjera. Apo jo? Dhe për këtë arsye ka ardhur në një hadith të saktë ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Pra nuk ka ditë, thot i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ku puna e mirë, pra vepra e mirë, është më e dashur tek Allahu xhelel xhelalu se sa në këto 10 ditë. Pra në këto 10 ditë, nëse muslimani bën vepra të mira, shpërblimin e ka më shumë se çdo t'i bënte ato në ditët e tjera. Dhe sahabët e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ku vazhdon hadithi, vijon hadithi, qalu wal jihadu fi sabilillah, janë drejtuar sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku i thanë, o i dërguari i Allahut, këto ditë janë edhe më të vlefshme se sa dalësh të luftosh, të sakrifikosh për hir të Allahut. Qala wal jihadu fi sabilillah. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, edhe më të vlefshme se sa dalësh të luftosh në rrugt të Allahut.
Dhe vazhdoi hadithi prap ku tha illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi dhalika min shay. Përveç atij njeriu ka thënë i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, i cili del në rrugt të Allahut me veten e tij, me pasurinë e tij dhe nuk kthehet prej aty me asnjërin prej tyre. Nisur nga ky hadith, kërkohet nga ne të përpiqemi maksimalisht në bërjen e veprave të mira këto 10 ditë. Dhe inshallah mendohet që dita e parë e Dhul Hijjes të jetë dita e mërkurë. Pra, data 28 maj. Dhe kur hyn akşami i ditës së martë, ka hyrë pra në Islam, pra se kështu llogaritën ditët në Islam. Pasi hyn akşami hyn dita e re. Pra dita e martë në akşam pra ka hyrë dita e parë e muajit Dhul Hijje. Pra janë ditët më të arta që thamë të vitit. Dhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është kush ka mundësi t'i agjëroj rresht këto 9 ditë, pra deri në ditën e 9, që është dita e Arafatit, sepse dita e 10 është dita e Kurban Bayramit, është festa e muslimanëve dhe në atë kohë nuk lejohet të agjërohet. Pra, inshallah dita e mërkurë, kush ka mundësi t'i agjëroj 9 ditë rresht, dhe ishte shumë mirë për të, se është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk ka mundësi, atëherë ditën e 9 të muajit Dhul Hijje duhet të agjironi me patjetër, që është dita e Arafatit. Është dita e Arafatit, ku muslimanët në anën bambota mblidhen në kodrin e Arafatit, haxhin në Mekën e bekuar. Sepse agjërimi asaj dite, tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ehtesibu ala Allah e yukeffiru sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Pra shpresoj tek Allahu azza wa jall, pra atë besimtar që agjeron ditën e Arafatit, ditën e 9 të muajit Dhul Hijje, shpresoj tek Zoti Dhul Xhelal, tha pejgamberi i Zotit, që t'i falen gjunahet e kaluara dhe gjunahet që do të vinë të vitit që do të vinë më mbas. Pra një ditë agjërimi, me sinqeritet, për hir të Allahut xhelel xhelalu. Ditën e 9 të muajit Dhul Hijje, që inshallah presupozohet të jetë dita e enjte, data 5 qershor, pra të falen gjunahet e një viti të kaluar dhe gjunahet e një viti që do të vi më mbas. Prej të pëlqyerave, mustahabeve, suneteve, që është për muslimanin që t'i bëjë këto ditë është dhikri, leximi i Kur'anit, namazi, ata që kanë plotësuar kohën e zakatit, në këto ditë është shumë e vlefshme nxjerrja e zakatit, sepse ibadeti siç tham, në këto ditë është më i vlefshëm se çdo ditë tjetër. Sa që kanë thënë një prej dietarëve të mëdhenj, Sheikh El Uthejmini, Allah më shiroft, ka thënë këto ditë janë më të vlefshme se sa 10 ditët e fundit të muajit të Ramazanit, 10 netët e fundit të Ramazanit. Pse e tha këtë gjë Sheikhu? Sepse u bazua ke hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ma min ayamin el amelu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ashr. Pra nuk ka ditë që puna e mirë vlerësohet më shumë se çdo ditë tjetër nëse sa në këto 10 ditë. Pra si tham, prej gjërave të pëlqyeshme të shumë të dashura janë adhurimet, dhikri, apo siç përmendet në Kur'anin hisnik, wadhkurullaha fi ayamin ma'lumat. Pra këto janë ditë të përcaktuara, ditë të veçanta, ditë të caktuara. Dhe thot Zoti xhelel xhelalu që të përmendet Allahu në këto ditë caktuara. Janë ditët e haxhit, janë ditët e para, dhe siç thon komentatorët e haditheve, afdalu yawmi dunya. Pra janë ditët më të vlefshme, më të arta të dynjas. Këto 10 ditë.
Në këto 10 ditë, begata është dhe dita e 10, ndërrua vëllezër dhe motra, që quhet Yawmun Nahr. Pra dita e Kurban Bajramit, kur theren kurbanet, dhe në këto ditë dëshmohet besimi besimtarit, se çdo ibadet bëhet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e ka veçuar 10 ditëshin e Dhulhixhe, sepse në këto 10 ditë, të nderuar vëllezër dhe motra, ndodh një diçka që bashkohen të gjitha ibadetet. Subhanallah, bashkohen adhurimet. Bashkohet zekati, sepse është synet, përveç 10 netësin e fundit të Ramazanit, për atë që e ka plotësuar kushtin për ta dhënë zekatin, të nxirret zekati është i pëlqyeshëm. Po edhe në këto 10 ditë të Dhulhixhet është i pëlqyeshëm nxjerrja e zekatit për atë që e ka plotësuar kohën, kushtet e tjera e tjera. Në këtë kohë është haxhi, apo jo, një prej shtyllat e Islamit. Në këtë kohë është shumë i vlefshëm agjërimi, përveç ditëve të para është dita e 9 e Arafatit, dita e 9 e Dhulhixhe, për ata që nuk janë haxh. Pra për ata që nuk janë haxh. Kuptohet. Ata duhet të agjërojnë inshallah. Pra namazi, sadakaja, se janë të vlefshme, kanë vlerë adhurimet më shumë se ditët e tjera, pra mblidhen dhe vëllezër dhe motra gjitha adhurimet. Prandaj janë ditët më të rëndësishme, që duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmendi këtë gjë pra në hadithin që ne sapo e përmendëm. Prandaj përkushtojini këto ditë vëllezër dhe motra adhurimeve, se aq ditë janë, ikin siç iku Ramazani, ju kujtohet një muaj Ramazan na iku pa ndier fare. Edhe këto janë 10 ditë, nuk janë 30. Pra Ramazani kishte më shumë ditë, edhe iku pa ndier fare. Kurse këto janë 10, ikin vëllezër dhe motra, pa ndehur. Prandaj kërkohet nga muslimani që të veçohet fort në adhurim, t'i lërë fare muhabetet, bisedat e kota në adhurim, sidomos për ata që do jenë në haxh inshallah, që jo ka mundsuar Allahu të shkojnë në haxh ditën e Arafatit, sepse pa Arafat nuk ka haxh, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el haxh huwa Arafa, pra haxhi është Arafati. Kush nuk shkon në Arafat, ai ngel pa haxh, se nuk ka as shpagim, sepse nëse lënë një prej sharteve, kushteve, atyre ritualeve të haxhit, për shembull në Mina apo në Muzdelife apo kur gjuan shejtanët, pasi ke një arsye të fortë, mund ta shpagosh atë, ta zvendësos. Kush ditën e Arafatit nuk e shpagon, nuk ke shanse. Pra ata që do jenë në Arafat të veçohen atje në adhurim, nga agimi deri në para perëndimit diellit. Ata dhe Allahu. Edhe ti që si në haxh vllai dashur, motër e nderuar, veçohu në shtëpinë e Allahut apo në një vend ku njerëzit nuk të shikojnë, edhe në adhurim. Sa të kesh mundësi, vallai se janë ditët më të arta të vitit, siç tham, se nuk ka ditë ku vlera e adhurimit shtohet dhe vlerësohet më shumë se sa në këto ditë. Prandaj e pashtë arsyeshme që ta përmendte, sepse jemi shumë pranë, afër dhe hyn në këto ditë. Prandaj ndryshova dhe temën dhe inshallah me temat fragment nga jeta e sahabëve do të vazhdojmë inshallah mbas haxhit, sepse pas ligjëratës sotme do ta ndërpresim pak atë ciklin e ligjëratave dhe mbas haxhit do të rifillojmë përsëri inshallah me fragmentin e jetës e sahabëve. Prandaj thash që e ceka këtë temë sot që të kemi kujdes, pra. Edhe një herë po e përmend, po e ritheks kësoj që inshallah në ditën e mërkurë është data 1 Dhulhixhe. Pra që i bie data 28. Këshilla ime është që kush ka mundësi, vallai le të agjëroj 9 ditë rresht. Me gjithë ditën e 9 të Arafatit, sepse kështu vepronte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu vepronin shokët e tij dhe dijeni që ai që e ngjall një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim që ai ka shpërblime të mëdha. Dhe sidomos kur je i agjërueshëm, agjërimi të frenon nga gjërat e irrituara, nga gjërat e papëlqyera, nga gjërat jo të hijshme. Pra muslimani kur është në agjërim, se agjërimi është një adhurim madhështor, siç e dim, domethënë të gjithë,
atëherë ata e nxita agjërimi që të bëj vepra akoma më të mira dhe të shfrytëzoj këto ditë në maksimum. Edhe tjetra kush nuk mundet për arsyet e veta, pra ta kuptojmë nuk është wajib, obligim, është sunet shumë i rëndësishëm, shumë i vlefshëm. Kush nuk mundet për arsyet e veta, atëherë pakën dita e 9 vallaj mos të iki pa agjëruar. Dita e 9, që inshallah mendohet të jetë dita e enjte, 5 qershor, mos të iki pa agjëruar. Në ka mundësi, nuk ka prekupime, ta fali namazin e sabahut në xhami dhe të ri mbas namazit të sabahut në xhami, të presi lindjen e diellit në xhami, duke bërë adhurim, dhikr, lexim Kur'ani, pasi të lindi dielli, të kalojë 15 minutë, të çohet i fali 2 rekate synete dhe inshallah do të shkruhet sevap tek Zoti sikur ka bërë haxh dhe umre, sepse kështu ka ardhur në hadith të saktë, na i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, nuk duhet të zgjas shumë këtë ligjërat, thjesht i mora për shembull këto që thash që inshallah mos na kaloj asnjërit pa ju kujtuar. Ne na kanë ardhur ca pyetje tash inshallah në lidhje